Kuptoj. Media shqiptare, kryesisht ato sportivet, më shumë informojnë apo ndikojnë emocionalisht? Media është është e rëndësishme, dhe kur je jashtë saj ti kupton se e rëndësishme është. Se kur je involvuar brenda ti thua pse jemi kaq të rëndësishëm. Dhe si çdo gjë e rëndësishme duhet të trajtuar me seriozitet, as pak me shaka dhe me filtra jo vetëm cilësor, por dhe integrus. Media shqiptare ka dashur që her pas here të bëjë gjëra mbi kapacitetet e saj. Të tejkaloj etapat, të tejkaloj mundësitë, të tejkaloj financat, dhe kjo gjëja e ka përballur me një realitet që e ka kthyer prap në një nivel ku në fund të ditës publiku ka vetëm një kërkesë ndaj nesh, na informoni. Pastaj nëse kjo gjëja mbaron dhe bëhet mirë, mund t'i japësh një opinion. Dhe nëse gjëja mbaron, mund t'i japësh dhe një ide si ti bëj gjëra. Dhe nëse gjëja ke bërë, mund të bëhesh ti në anën tjetër, pra mund të bëhesh ti pjesë e lojës. Unë besoj që ne media, dhe këtu patjetër që përfshi edhe veten, akoma nuk kemi përfunduar misionin e parë që është e informimit. Majmën në vitin 2005 fillova punë pra gazetës shqiptare. Pra isha i vetmi gazetar mbi mesatar sportiv që dola nga një shkollë sportive, që ishte Telesporti, shumë mirë isha. Dhe i vetmi që shkova në një shkollë jo sportive, pra një gazetë politike, aktualiteti dhe për të mbuluar sportin. Për 2 vjet e gjysmë për të rikthyer prapë në sport 100% në Sport Expressi. Dhe mendoj që ajo periudha më bëri shumë mirë, domethënë ishte si një master i bërë në një nga universitetet më të mira të Europës, ndërkohë që fakultetin e bën në Shqipëri. Dhe për një mirë arsye, punoja me njerëz cilët kishin vite gazetare etj. Dhe Carlo Bolino, që asë kohë ishte pronar i gazetës shqiptare, 20 vite para, eksaktësisht, më tha që kur erdha në Shqipëri, tha, kishte shumë opinione dhe s'kishte lajme. Tani çoku ka lajme për s'ka opinione. Pra kjo është një gjë që ne nuk e ndalojmë kurrë. Por më tha që nëse do të jesh një gazetar i mirë dhe një gazetar i vërtet, ki një listë simpative, një listë antipative, një listë interesave në mënyrë të tërthort, por mundohu me kalimin e kohës që gjithë këtë panoram të kësaj liste që do të ndikojnë në mënyrën se si ti do shkruash, do flasësh, do përqasesh, mos ta bësh kur ti je mbi 40, por ta bësh kur ti je i vogël. Sepse shumë shpejt do kuptosh që asnjë që është pjesëtar i kësaj liste nuk intereson fare për ty. Dhe kur ti je 40 vjeç, dhe kjo më bëri të reflektoj para 3 viteve kur mbusha 40 vjeç, ti do jesh i vetëm. Dhe në momentin që ti do jesh i vetëm, do kuptosh që gjëja më e rëndësishme dhe aseti më i madh që ti ke është mendimi, fjala dhe opinioni. E zaroj gjithë dhe më pas ri vetëm tek as të antipatitë, jo vetëm të simpatitë.